نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun xhelle xhelalu. Atë falenderojmë, prej tij falë dhe udhëzim kërkojmë. Salavatet dhe selamet për shëndetjet më të mira mbi më të mirën të dërguar, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo besimtari që ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të rregullta të ditëve të shtuna, ku jemi me vargun e ligjëratave për adhurimet dhe veprat e zemrës. Përfunduam para Ramazanit tawakkulin dhe mbështetjen e Allahut xhelle xhelalu, ndërsa në këtë varg të ligjëratave pas Ramazanit filluam me një vepër të re e cila ka të bëjë me dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Përmendëm një parahyrje dhe një lloj motivi se besimtari duhet të mëson dashurinë e Allahut subhanahu wa taala dhe cili është roli i dashurisë në rrugtimin e besimtarit drejt Allahut xhelle xhelal nga fjalët e Ibn Qayyim el-Jauziyes, ndërsa sot, sikur që është edhe agenda dhe protokolli vazhdimisht që i plotësojmë ligjëratat në këtë mënyrë, do të fillojmë nga qartësimi i domethënies dhe kuptimit të dashurisë. Pra njëherë ta kuptojmë se me çfarë kemi të bëjmë, pastaj do ta shohim se cilat janë frytet, cilat janë shkallët, cilat janë efektet e dashurisë ndaj Allahut subhanahu wa taala, cila është pozita e dashurisë në veprat e tjera të Zotit te bareke wa taala. Për këtë arsye vëllezër, do të ndalemi sot me fjalët e Ibn Qayyim el-Jauziyes në librin e tij El-Madarijus Salikin, ku ka definuar apo ka sjell definicionet e dietarëve të muslimanëve se çfarë nënkupton me termin dashuria ndaj Allahut te bareke wa taala. Përmendet në ligjëratën e kaluar se dashuria është fjala që ne e përdorim gjuhën tonë. Përndryshe në gjuhën e Kur'anit është hub, edhe është wud, është mehabbe, muhib. Do të shohim sot me lein Allahut te bareke wa taala. Pra ne me fjalën dashuri ndaj Allahut kemi për qëllim ata të cilën e ka përmend Zoti jon në Kur'an, jo ajo e cila ka mundësi me u kuptu nga gjuha jon. Dhe kjo vlen për çdo gjuhë. Ti për shembull ke mundësi turqe apo gjermanisht apo anglisht me përkthye në një fjalë të caktuar që e përdorin ato zotët e asaj gjuhe. Mirë, po ajo jo domosdoshmërisht don me thon atë çka e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, faslun, wa la tuhaddu al-mahabbatu bi haddin awdaha minha, fal-hududu la taziduha illa khafa'an wa jafa'an, fa hadduha wujuduha. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, para se me i sjell definicionet dhe domethënjet apo përkufizimet të dietarëve të muslimanëve se çfarë do të thonë dashni ndaj Allahut xhelala. Pra fillimisht çka është dashnia? Sigur që ka shumë për njerëz që sot polemizojnë se a është dashuria diçka racionale me mendore, apo dashuria emocionale, apo është gjendje shpirtërore, apo është gjendje e zemrës, apo është gjendje e komplikuar e disa prej veprave të cilat e shndrojnë diçka në dashuri. Pavarësisht kësaj, ne sot do ta shohim me lein Allahut te bareke ve teala çfarë i bie dashuria dhe kemi për qëllim dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, nuk përkufizohet domethënia e dashurisë me ndonjë përkufizim më të mirë se sa vetë fjala. Pra, në gjuhën arabe është mehabbe. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, më së miri që përkufizohet dashnia vetë fjala. Andaj kur i thu dikujt dashuria, thot në rregull, jam e kuptova çka e ki për qëllim. Kur i thu dikujt e dua një x apo y diçka, një gjë, një diçka, një njeri e kështu me radhë e kupton. Mirë, por nëse fillon me ia qartësue me argumente të tjera dhe përkufizime të tjera, ndoshta ka mundësi edhe me e komplikue. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje se përkufizimet, shikoveni, përkufizimet e dashurisë që i kanë sjell dietarët shpesh herë nuk i shtojnë vetë dashurisë pos mjegullim dhe çfarë? Vrasësi. Pra Ibn Qayyim el-Jauziyje thot leje emrin çashtu çysha. Leje emrin çashtu çysha se ajo vet kuptohet çka i bie dashuri. Thot vet ekzistenca e dashurisë është kufizimi i saj. Pra çka dashnia? Ibn Qayyim el-Jauziyje thot është vet fjala.
vetë ekzistenca asaj, ekzistenca e dashurisë argument për kufizimin e dashurisë. Wala tusafu al-mahabbatu bi wasfin adhhara min al-mahabba. S'mund ta përshkruash dashurinë me ndonjë emër më shumë dhe më mirë se sa vetë fjala dashuri. Thot, mirë po, njerëzit kanë folur për sebepet e saja, frytet e saja, alametet e saja, shenjat e saja, dëshmitarët dhe dispozitat e saja. Pra, do flasim për dashurinë, për kufizime dhe definicione dhe cilat janë shkallët të cilat ka mundësi besimtari me ungjit në dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, fjalët e dietarëve në përkufizimin e dashurisë varen nga çfarë? Nga shprehjet e tyre, nga kuptimet e tyre dhe perceptimet që i ka pas sicili dietar për dashurinë. Pra për shembull vjen një dietar thot dashnia kjo. Vjen një tjetër thot jo, dashnia është pak më ndryshe, kështu i bie dashnia. Dhe kur ti shohim në Laramaninë e definicioneve dietarëve, thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, thot kjo varet se si e ka kuptuar ai dashurinë. Dhe kjo varet se si ai e ka hallin e vet me dashni. Për shembull ti, nëse e vet në njëri që s'është i dashuruar me diçka, edhe i thut çish i bie me dashje ta, ai se ka atë nxehtën e shprehjes sikur ai i cili i dashuron. Andaj ti e gjen për shembull në njëri i cili e don një punë, edhe i thu falem ti për këtë punë, ti është asaj fol me zelle, me flake, me nxehtë kështu me radhë. Ndërkohë që në njëri tjetër për të njëjtën punë ka mundësia e diçka, po s'di më përshkruajt mirë, gjasë nuk ka lidhje me ta. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyy, thotë dhe kjo shpesh varet nga aftësia e dietarit për ta shpreh në fjalë atë që e kupton në mendjen e vet. Dhe kjo shpesh varet, ka mundësi dy njerëz njësoj e kuptojnë njësen, po se kanë mundësinë me e shpreh të gjithë njësoj. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyy, andaj të fillojmë nga përkufizimi i dashurisë se si ka ardhur në gjuhën arabe. Pse na duhet vetëm në gjuhën arabe? Nga se fjala dashni ndaj Allahut ka ardhur në gjuhën arabe në Kur'an. Dhe ne duhet ta kuptojmë çka kupton arabi me këtë fjalë, që ta kuptojmë çka ka kërkuar Zoti jon te bareke ve teala prej neve. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyy, në gjuhën e arabëve, pra në gjuhën e Kur'anit, fjala dashuri ka 5 kuptime gjuhësore. Pra 5 gjërave ju thojnë arabët me emrin mahabbe. Pra, kjo është shumë e rëndësishme për ta kuptuar, nga se kur ka zbrit Kur'ani, ka zbrit me këtë gjuhë. Dhe që ata që e ka njohët ata me fjallën mahabbe, apo na e thëna muhabbet, ajo mahabbe gjuhën arabe, dashuria. Atëherë, thot, kjo është me rëndësi që të kuptohet para se të kalojmë tek definicionet e ulemave të sheriatit. Thot, kuptimi i parë tek arabët për dashurin, cila është as-safa wal bayad, është qiltërsia dhe bardhësia. Çdo qiltërsie që është transparente, sikur gota që të le xhami me këshir edhe pikëndej edhe andej. Thot, çdo gjë e cila është transparente, është e cila te i kalon shikimin për te jasajna, dhe ka bardhësi, arabët i thojnë mahabbe. Kjo është kuptimi i parë në gjuhën e arabëve të fjalës dashuri. Andaj thot, i thojnë bardhësisë dhe shkëlqësisë së dhëmbëve habebul esnan. Habebul esnan, kur janë dhëmbë të bardha, arabët i thojnë habeb. Në gjuhën arabe çish quhet dashuria? 3 shkronja: ha, be, be. Apo edhe përdorin sot njerëzit habibi, apo i dashuria. Do ta shohim se si formulohet kjo fjali, apo muhibbun. E kështu me radhë. Për këtë arsye, kuptimi i parë i dashurisë në gjuhën e arabëve është bardhësia. Kjo përdoret te na shpirt bardh, zemër bardh, e kështu me radhë. E kanë për qëllim i çiltër, i pastër, e kështu me radhë. Pra nuk ka urrëti. Kur i thotë dikujt për shembull e ka shpirtin e bardh, çka i të thon? Nuk urren, nuk ka inati, nuk ka zili. Kjo është për qëllim shpirti i bardh. Kuptimi i dytë i dashurisë, dhe sicila pikë këtyre vëllezër lidhet pastaj me fe. Se çdo dashuri për Allahun nuk duhet të më kanë e bardh. Çdo dashuri për Zotin xhelal xhelal nuk duhet të më pas në ta njolla. Duhet të më kanë e pastër. Do ta shohim. E dyta, ka thënë kuptimi i dytë në gjuhën e arabëve për fjalën dashuri është el-ulu wadh-dhuhur. Gjithçka që është e lartë, edhe çka është e shfaqt, duket, arabët i thojnë habeb. Andaj i thojnë habebul ma
wa hababuhu wa huwa ma ya'luhu inda al-matar ash-shadid. Kur uji del jashtë, apo dhe kur bie shi, një pjesë e ujit futet në tokë, një pjesë mbetet jashtë. Apo kur përmi gotën ekziston ujë, apo ajo që ka tepruar, apo ajo cila duket, apo ajo cila është lartësue, arabët i thonë hababul ma. Pra gjithçka, nga se dashnia dhe zërë gjëja më e lartë të njeri. Gjëja më e lartë. Nëse ka diçka që njerin e udhëheq dashnia. Njeri nuk e bën një vepër vetë se e do. Njeri nuk ik pi një vepre, vetë se ka urrëtie për ata dhe ka dashni për të kundërtën. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja. Andaj i thonë hababul ka's. I thonë kur e mbush gotën, për shembull, ja kjo gota, kur uji fillon mu pa këtu në alt, i thonë habab, se ka mrije lart. Por lartësisë i thonë me emrin e që formohet fjala dashuri. Thot el-thalith, kuptimi i tretë, në gjuhën arabe i thonë el-luzum wa thabat. Kur diçka nuk lëviz dhe ka marr trajt të rranjës, nuk ka lëvizje dhe ka qëndrueshmëri, i thojnë arabët çfarë? I thojnë habba wa ahabba. Por shembull thojnë habba al-ba'ir. Kur ngul kam devja në tokë edhe nuk lëviz, arabët i thojnë habba al-ba'ir. S'po lëviz devja, nuk po lëviz devja. Nga se do ta shohim se njëra prej kuptimeve të dashnisë dhe Allahu xhelora është se robi nuk lëviz prej urdhrave që ja ka dhënë Zoti. I thot falu, jep zakat, agjëro, ban haq, mos e prek këtë haram, nuk e prek. Pse? Është gjithmonë çati ku e lip dashnia dhe Allahu subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, andaj arabët e përdorin për diçka e cila është stabile dhe është e qëndrueshme dhe nuk lëviz, i thonë habba. Kjo është e treta nga kuptimet që i kanë nxjerrë nga gjuha arabe. E katërta i thonë, dhe kjo përdoret e na shumë, i thonë lub. Çdo thelb i diçkaje, çdo diçka e cila është zemra e diçkaje, më e rëndësishme e diçkaje, arabët i thonë habbatul qalb. I thonë kokra e zemrës. E kam për qëllim më e mira e zemrës. Apo, për shembull, thot li lubbihi wa dakhilihi. Kur e kanë për qëllim diçka me përshkruajt prej brenda, thelbin, atë pjesën më të rëndësishme kyçe që e ka diçkaje, i thonë el habba. Pra ajo është më e rëndësishme. Për çfarë arsye? Nga se te njeriu edhe te gjërat, ma e shumë di që duhet, nuk duhet lëvozhga, po duhet ajo që është brenda. E pesta prej kuptimeve të emrit me habba në gjuhën arabe është el hifdhu wal imsak. Kur diçka ruhet dhe kujdeset dhe mbahet diçka në diçka, kësaj e cila e ruan, kësaj e cila për shembull gota e mban ujin. E arabët e quajnë me këtë emër hubbul ma lil wi'a. Për shembull gotës e cila e mban ujin i thonë hubb. Pse i thonë hubb? Nga dashnia për atë çka brenda e merr edhe kujdesi. Pra ajo që e mban një diçka, kjo mbajtja llogaritet me emrat dhe numërohet dhe emërtohet me emrat e dashurisë. Dhe thot Ibn Qayyim el-Jauziyja wa fihi ma'na thubut, thot dhe gjithashtu kjo ka kuptimin e tretë, e cila është qëndrueshmëria, nëse kjo e mban atë e cila është brenda. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, nuk ka dyshim se të gjitha këto kuptime të gjuhës arabe janë nga domosdoshmëritë e emrit me habbe dhe dashnijës. Kjo nga se pastërtia e dashurisë, malli i zemrës, dëshira e zemrës, lartësia e zemrës, lidhja e zemrës me një synim dhe me një qëllim, qëndrueshmëria e zemrës në atë çka e do, të gjitha këto gjëra kanë të bëjnë me dashninë. Por nëse i marrim këto të pesta dhe i kombinojmë, kemi bardhësinë, apo dashnia është e bardhë, është panjolla, e kemi lartësinë, njeriu e lartëson atë çka e do, njeriu e madhon atë çka e do, njeriu për shembull rri aty ku do, andaj nuk lëviz prej asaj çka e do. Njeriu gjëjen më shumë diçka e çmon cila zemra e diçkaje, thelbi i diçkaje, ajo e cila fryti i diçkaje, dhe e pesta e ruan. Njeri me dashni i ruan gjërat.
e dashnia e run njerin, njeri e run dashnin. E kështu me radhë, për gjërat e sa do t'i shpjegojmë me lein Allahut te bareke wa taala. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, arabët i kanë vendosur shumë prej emrave në bazë të kuptimeve që i bartin ato emra. Andaj thot, nëse e marrim dhe e zbërthejmë fjalën ha edhe be, nga të cilat përbëhet fjala dashuri në gjuhën arabe, hub, mahabbe, ha, be, mos harroni kjo. Nëse është përmendur edhe në Kur'an. Thot, e shikoje se si arabët e kanë vendosur sicilin emër në varësi të kuptimit çka e ka fjala. Për shembull, nëse një fjalë ka një kuptim, edhe shkronjat kur i vendosin në bazë të asajna. Thot, andaj e kanë marrë shkronjën ha. Në gjuhën arabe dhe kemi 3 haja. Kemi ha, që kemi na, hën, e cila është, ne i themi në gjuhën e Kur'anit, heja e letë. Heja e letë që bjenë brej barkut. Pra është, si me thonë, ajrore. Edhe kemi kha, me të prekur e të fytit dhe gritjen e saj, fërkimin. Kha, apo. Dhe kemi ha, kur qoshët e fytit bashkohen pa po fërkim. Ha. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, shkronja ma e vështirë e fytit është haja, nga son skajt fytit. Është në skajt të fytit. Thot, dhe nga ana tjetër, ma e leta për shkronjave është ajo e cila në skajin tjetër, që janë, thot, takimi buzve, be. Andaj thot, arabët e kanë marë një shkronjë në skaj dhe një shkronjë të lejtë në skajin tjetër, për të reguar qëfar? Felil ha'i ibtidaun walil ba'i lintiha. Nga se haja është fillimi dhe beja është mbarimi. Pra prim që është fytit final dhe që është përfundon fjala e dashuris me be, për të reguar qëfar? Wa thot, wa hadha sha'nul mahabba, sepse qështu o puna e dashnijës, e cila e lidh njerijun apo atë të dashuruarin ma qka e do. Thot, fillimi i dashuris është prej ti dhe në përfundimi është tek ai. Për këtë arsye vëllezër, njeriu lëviz me dashuri. Gjithçka nis pi çaty, çaty përfundon. Pi çaty nis dhe çaty përfundon. Andaj thot arabët i vendosin emrat dhe shkronjat i zgjedhin të këtyre emrave në varësi të manave dhe kuptimeve, domethënieve që i bartin këtë fjalë në veten e vet. Andaj thot, i kanë thënë atij i cili dashuron e habbe, dhe atij i cili e vepron këtë vepër apo e ka këtë vepër dhe e merr emrin, i thonë muhibbun. I thonë muhibbun dhe nuk i thonë habbun. Thot, gjithashtu i thonë atij i cili duhet, pra atij mbi të cilin bie dashnia, i thonë mahbub apo habib. I thonë mahbub apo habib. Gjithashtu thot, arabët shkronjat i lexojnë me zanore. E cilat janë zanorët e arabëve? Dhamme, fetha, edhe kesra, edhe sukuni, edhe ndalimi. Mirë po këto janë trija të cilat e bartin fjalën me zanore. Pra uja, eja, edhe ija. Ujën e kanë më të lartën. Andaj kur e vepron dikush një vepër, ja vendosin ujën. E kur e vendosin, për shembull, qale Muhammedun, ja vendosin dy dhamme për të regu se kjo është ai i cili e ka bo. Dhammën e kanë më të lartën, pastaj kanë fethën në mes, pastaj kanë kesrën ijën në fund. Apo thot, për madhnimin e dashnis, arabët i kanë vendos cilin zanore, cilin haraket ja kanë vendos dashnis, hub, hu, me a, me u. Thot, dhe kjo për shkak se më e madhja zanore dhe më e lavdrueshmja te arabët është uja. Andaj edhe kanë vendosur dashnijës. Këtë kjo vëzër, po shka e shpjegon Ibn Qayyim el-Jauziyje, se çështja e dashnijës ndaj Allahut është shumë e madhe. Andaj edhe nëse dashnia është shumë e madhe, do të më kuptuar edhe fjalën dashni çka është. Çish i bie me dash Allahun subhanahu wa taala, do shohim pastaj me lein Allahu te bareke wa taala. Thot, ndërsa kur e dojnë dikan, wa ul mahbub, as ka e dojnë, çish e quajnë? E quajnë hib me kesra. Pse? Se ija e letë. Ija është e letë. Apo, andaj për shembull, nëse e marrim, arabët kesrën ja japin gjithmonë grave.
Por që mu i thue ente për burr, enti për gruje. Pse a japin kesrës? Nga se ata në bazë llogaritin se me gruën du të me trajtu let, du të me fol let Pro në bazë çdo sa në është lidh me anata ata. Thot andaj atë çka e dojnë i thojnë hib me i, me kesra. Pse? Thot nga se kjo haraket, kjo zanore e bën më të lehtë në zemrat e tyre të dashurin. Pra për shkak se i dashuri jon, o i lehtë, na nuk ngarkohemi në dashnin ndaj tij dhe e bartim lehtë, andaj e kanë thujt edhe hib. E kanë thujt edhe hib. Dhe gjithashtu për shkak se njeriu e përdor shpesh emrin e atij të cilit e don, edhe nuk bezdisët nga ai, i kanë thënë hib. I kanë thënë hib. Gjithashtu vëzër, thot Ibn Qayyim el-Jawziyja në vazhdimin e kësaj, thot ta'ammal hadha al-lutf wal-mutabaqa والمناسبة العجيبة بين الألفاظ والمعاني تطلعك على قدر هذه اللغة وأن لها شأنا ليس لسائر اللغات. بانا من كش بري وزرت ابن قيم الجوزية ثات من دوية كت هولسي شكو كت فينيس كت تفولر كش هول ثات dhe përshtatshmëri të fjalëve dhe kuptimeve. Shiko këtë mrekulli në lidhjen e gjërave. Shiko ka shkronjën e fundit në fyt me shkronjën më të lehtë këtu dhe i ka bë bashk për t'regu se dashnia e përdhekon njerin komplet, e mbledh njerin komplet. Thot Ibn Qayyim el-Jawziyja, shiko këtë ndërlidhje në mes shprehjeve dhe kuptimeve që ta kuptosh dhe ta mësosh se sa e madhe është gjuha arabe. Çfarë madhështie ka gjuha arabe, dhe se kjo gjuhë ka një pozicion që nuk e ka as një gjuhë tjetër mutlak. Dhe të mjafton vëllezër për vlerën që e ka gjuha arabe, që shpesh njerëzit edhe tallën ndoshta, na ata që zbesojnë e dim që tallën. Ai e ka mohu Kur'anin po ta lavdron gjuhën arabe. Amen. Ai që i bë kufër Kur'anit, a gjuhën arabe ka me ta dashta? Po ai normal se nuk e do gjuhën arabe. Po ne çuditim me disa musliman se si tallën me gjuhën arabe. Se si tallën me xhallar, çe këto kanë merak të vetë gjuha arabisht. Kjo është prej çuditërave më interesant vëllezër, një njeri i cili e di se Kurani është arabisht. Pejgamberi jon është arab. Pejgamberi jon ka fol arabisht. Si mundet njeri me mrin deri në atë nivel të zbritjes dhe tallit dhe bullizimit me ata që ka flet dhe e don gjuhën arabe? Pra veç munal njeri me thonë, pejgamberin kemi arab, Kur'anin kemi arabisht, ibadetet i bëjmë arabisht. Çish falësh ti? Çish falësh ti? A thu me emrin Allahu të mëshirë? Jo, nuk thuhet se batel e ki. Po thuhet Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Pastaj shejtani e ban disa prej njerëzve me u tall me gjuhën arabe. Dhe kjo është fatkeqësia. Sa nuk e di se ka mundësi me ran kufër ka se di. Me të shku mendja, mu tall me diçka e cila është arabe nga Kur'ani dhe nga hadithi pejgamberit sa të bifeje. Si ka mundësi ti mu tall me një gjuhë që ka fol pejgamberi më i mirë, Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam. Andaj do të Ibn Qayyim el-Jawziyja, kjo gjuhë ka diçka që s'ka asnjë gjuhë. Ku cëllën gjuhë ka në çiket përshtatshmëri lidhja mes shkronjave dhe fjalëve dhe kuptimeve dhe domethënieve. Po mjafton ajo që Zoti ka zgjedhur gjuhën arabe përmes Kur'anit. Andaj vëzë nuk nëse s'ki mujt me mësu gjuhën arabe, si bie ke mu tall, e mu bën si ajo dhël pra e cila s'e ka mbri fritin e pastaj ka thonë janë dyta. E s'ka kanë të mira. Jo nuk ka diçka më shtaj se gjuha arabe. Nëse na me çta falmi, me çta adhurojmë Zotin ton xhelel xhelalu. Ti çish hin namaz, thu Allahu Akbar. Ja thu Allahu Akbar. Dhe pastaj mu tall me këtë gjuhë. Dhe pastaj mu tall me ata të cilët tregojnë ti se pa gjuhën arabe s'kuptohet feja. A deri këtë nivel kanë ardhur musliman që mu tall me gjuhën arabe dhe me thonë se nuk ka kush gjuhë arabe më kuptoj fejan. Allah, kjo është një mjerim që i ka kaplu muslimanët. Kjo s'ka ekzistuar as të sahabët, as të tabiinët, as të jo arabët që kanë hinë islam vazhdimisht. Për këtë arsye thot Ibn Qayyim el-Jawziyja, thot kjo gjuhë është as e holl, as e mrekulluar në formulimin e fjalive, saqë nuk e ka asnjë gjuhë tjetër. Për këtë arsye vëllazër, nëse nuk mundesh me e fol këtë gjuhë, sikur që ka thënë Abu Darda radhiyallahu an, kur e ka takuar një njeri ka thënë, ai e dietar? Jo. Ka thënë, ai nxan si dijes? Jo. Ka thonë, mos gabo me ra ma poshtë e me urri. Për nëse si e bo djetar, as si e bo nëzan si dijes, po të gabon shejtani, po të mashtron, e ti urresh.
Pra nëse s'ke mujt mu ba, mos i urrej, duj. Po këtë arsye që nëse ti s'ke mujt me arrit në mësunë gjënë arabe, kime urrejta. Kime urrej gjuhën me të se ka fol pejgamberi jota. Kjo vëzër është, wallahi na këta e thona prej dhimbës se na i shohim në musliman, shohim se këtë jena bëhe me rrjete sociale. Ti i shef njerëzit se si tallën me gjuhën arabe, drejt për drejt tallën. Po pse a veç ti që e di gjuhën arabe, a veç ajpë se ti ka gjuhën arabe. Po veç ajpë se di gjuhën arabe. Edhe pik, së një vënëm presi ku kanë Allah u kanë u pik. Bilisenin arabi, me gjuhë arabe. A ka thënë Allahu Gjellu Ala dikun, valla na shqip kena fol, gjermanisht kena fol, a turqe kena fol. Jo vëzër, kjo pa e në shmu as një gjuhë. Ne folim, flasim gjuhën shqipe. Apo, dhe si së njëri e do gjuhën me dhe si në kalin qatë popull, edhe është jati populli. Ama, për shemull, a është gjuha jonë ma e pasër se gjuha angleze? Veç se une, na e folna këtë gjuhë? A këtë dytë më kanë ti, apo, dhe më thonë për shemull, hajde i bojna kitë kompiterat shqip. Kjo është një lloj tallje dhe bullizimi me mendjet e njerëzve dhe fyrje e inteligjencave të njerëzve. Pa këtë arsye do të Ibn Qayyim al-Juzeyy, wa anna laha sha'nan laysa li sa'iri al-lughati, thot kjo gjuhë ka një pozit dhe një lloj veçorie që nuk e ka asnjë gjuhë tjetër. Tani villon Ibn Qayyim al-Juzeyy për të përmend definicionet dhe për kufizimet e dietarëve apo shenja dhe alametet se një njeri është duke e dash një diçka, ndërkohë që na e kemi për qëllim këtu dashnin dhe Allahu subhanahu wa taala. I ka përmendur Ibn Qayyim al-Juzeyy 30 definicione. Dhe nuk është pajtu pos me 30-in. Pra i ka përmendur 29, thotë kjo mirë, po nuk ka bashkështu. Mirë, nuk ka bashkështu, derisa ka ardhur definicioni i Junairit rahimahullahu taala, një prej dietarëve të shuar të muslimanëve. Dhe ka thonë unë pajtona veç me këtë definicion se dashnia ndaj Allahut është kjo. Dashnia ndaj Allahut është kjo. Kuptimi i parë që ka sjellë nga disa prej dietarëve ka thënë kjo: qila al-mahabba al-mayl ad-da'im bil-qalbi al-ha'im. Dhe vini rëzër, çdo definicion që e nini, që e dëgjon, ti e nxjerrë të veta. Kur e doni diçka, a i bëj çështu ajo? A i bëj çështu ajo? Thot, definicioni i parë. Dashnia është animi i vazhdueshëm me një zemër të e cila noton, e cila është humb në ndjekën të asaj çka e do. Por kjo është definicioni i parë. Ai i cili do vazhdimisht rri lakushëm ka ai çka e do. Vazhdimisht. Pra zemra vazhdimisht rri atje ku e do. Andaj thot Ibn Qayyim, mirë po, tek ne nuk pajtohemi me këta, nga se këtu nuk ka dallim në mes dashurisë e cila është e veçantë dhe dashurisë e cila është e përbashkët mes dashurisë së shëndosh dhe me dashurisë së murr të prishtë këtu më radh. Pra e përmenda pi 29 definicioneve që i kanë sjell dietarët e muslimanëve. Ibn Qayyimi rahimahullah thot, ne do të pajtohemi me definicionin e fundit. Definicionin e fundit. Kjo është e para. E dyta, thot, dashuria është itharul mahbubi ala jami'i al-mashhub. Itharul mahbubi ala jami'i al-mashhub. Ka thënë, dashnia është mi dhanë për parësi ati që e do ndaj gjithë shkajet që ti shëshron. Do thonë, qka është dashnia? Pikit gjërave qka i ki, ti veç qatë qka e do, i e për parësi. Veç ata qka e do, i e për parësi. Qka është dashnia? Dhe kjo dhe gjë normal. Ne kemi përshëndim dashnin dhe Allahut, mirë po kjo mund të zbatohet edhe në gjithë. Na do të pastaj do të vim se ka dashni e cila është e përbashkët. Dhe kemi dashni e cila e veçantë. Për shembull, ne kemi dashni ndaj Allahut e cila nuk na përzihet me dashni ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi dashni ndaj Kur'anit e cila nuk përzihet me dashni ndaj hadithit. Kemi dashni, se kjo vëzë përzirja e dashnive i ka bë disa njerëz me dal me filozofu në për emisionet televizive dhe me lujt me muhabete. A nanën hoxho a Allahin? Kërja pyetjen do më thonë të veçelit. Kërja çfarë pyetje ban të veçelit? A nanën e Allahin? O kjo ignorancë vetë çka i tu veti. Do të më thonë, a bubrecin a nanën? Thënë e do më shumë. A pulën, a grujën. A delën që ka e kitë shpia, a vajzën. Pyetja në bazë, fillim, është ndërtu me gabim. Sepse një dashni, ti po thu Allahin, hinoro kjo. Kjo nuk përzit të nana. Që e përzit nanën? Mirë po, shiko njerëzit. Jemë në anë dhe zënë zamanin, i thënë gjuna rabet të fehe, kotësijës. A i berbera, i thënë analist. A i keni po, berbera, respekt për vazhnit tonë berbera, mirë po,
del në televizion dhe berber, kush o ki, kush jeti? Opinionist. A di shumë më dhezër opinionist, ki ka mendime të thella, ki ku të folit me shkruj që a i të thamë. Apo, ajo tjetra, do më dhanë, nuk e di pi ku e kanë morë, ku e kanë qelë, shka menon ti? Kjo më dhezër, vinire, na jetojmë këtë zamani medje, kjo dhezër këtë banë të industri, kjo nuk o kotë, kjo industri paguët, merët e veqelin, ndreqe, ngjije, lije, qite qatin televizion, edhe vetë qka po menon ti? Apo, dhe qka më interesant dhezër, munohën neve më nëjë detiru, që na pasaj më analizu, apo që ka thaj? Nëse ti, veç që ka thaj, u kri raven loj. Nëse ti e merë atë dhe e ngonë që ka tha, u kri ti raven, a ti mur minutat po, a ti mur i marri minutat, u kri raven loj. Kjo që ka i bio dhezër, na jetojmë zamanën e kocijës, kur njeri pa kur farë zotësie, kur farë mjeshtrije, kur farë shkolle, e shumë ti opinionist. Që monëve 10 vet, 13 vet, 15 vet, 20 vet, 25 vet, të regonë ajtë qysh funksionojnë gjërat. Kjo në problematike, për këtë asyje, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk bëhet kiameti pa u paraqit ruaj bidat. Tha ja Rasulullah, çka në ruaj bidat? Tha një njeri të veçel, i marë, i humbur, flet për punë të mëdhoja. Ç'sh volve ti për këtë të mëdhoja? Për të cilat punë njerëzit e meq të njerëz të urë që kanë përvoje, kanë shkollë. Thot valla unë s'di me të kallëzuar me këtë punë. S'di me të kallëzuar me këtë punë. Për këtë arsye, shiko, darja e dashurive është shumë e rëndësishme që pastaj mos i ngatrojnë ana. Apo, andaj shpesh na pyesin për shembull, a ket? Pyetja mbaz mund të më kanë gabim. Mbaz mund të më kanë gabim. Për këtë arsye do shikona, na kemi dashnin ndaj Allahut, na nuk e përzimë dashnin ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam. Na i dojmë të ditë, apo a i thëmë, eshhedu an la ilaha illallah, wa eshhedu an Muhammed Rasulullah. Meni vijan, meni shahadet, meni fjali. Ama na edhim se Allah është Allah Zot. A i dryshe duhet. Apo, edhe ndryshe duhet pejgamberi jonë, sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sa më njeri. Pejgamberi sa më zguzon me adhurua. Pejgamberi sa më zguzon me posejse. Pejgamberi sa më zguzon me bariku. Ti e do, e respekton e madhnon. Ama si madhimi Allahut, jo, ajo tjetër. O sigur me vetë, Allah na pejgamberin ka në do ma shumë. Kjo gabimo, gabimo. Sepse kjo lloj tjetër dashnis, dhe kjo lloj tjetër dashnis. Andaj, kur ti ngatron llojet, edhe pastaj çka ka më të përgjigjej? Çka ta më përgjigjej? Nuk ka përgjigje. E dyta thotë është dhënia për parësi ndaj atij çka e do para gjithçka e cila të shoqëron. E treta, ka thënë dashnia është pajtimi me të dashurin në prani dhe në mungesë. Pra, edhe kur është ai aty, edhe ai kur është aty, ti e do. Dhe kjo dashnia vëllazër. Njëri kur e do dikan, çfarë do qoftë? Ajo qoftë vdekt, si kerri, si telefoni, artikull, qoftë njeri, qoftë hinore Zotin xhelel xhelalu, apo ti dashninë e ki gjithmonë me veti. Është ti e don. Është ti e don. Gjithashtu thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, thotë edhe kjo, edhe ky definicion nuk është i plot, por kjo është një përshkrim i njërës për pjesëve të dashurisë, e cila nuk e përshkruan dashurinë në tërsinë e vet. E katërta, mahwul muhibbi li sifatihi wa ithbatu al-mahbubi li dhatihi. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, definicioni 4 që ka zgjedhur dietar, është fshirja, shlyerja e të dashurit, atij i cili dashuron, cilësitë e veta dhe vërtetimi i cilësive të dashurit në qenien e vet. Çka i bie kjo? Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, kjo thot është definicion pak më i holl dhe i mrekulluar. Ka për qëllim që të shkrihen cilësitë e të dashuruarit në cilësitë e atij që e do. Me fjalë të tjera, thot kjo është për qëllim çfarë? Që njeriu, pra, sigur nuk e shemo vetën të e pa atë çka e do. Apo, ky njeriu për shembull, i cili e don, këtu jemi te Allahu xhelalu ala. Atë shumë mendon për Zotin, atë shumë mendon Allahu xhelalu dhe madhron ata dhe lartëson, saqë ky nuk mirret me veten, nga se është fokusuar në atë çka e do. Dhe kjo vëllezër vlen edhe për gjëra të tjera. Thotë Ibn Qayyim el-Jauziyja, e pesta, për definicioni është muwata'atul qalbi li muradatil mahbub. Është pajtimi, harmonia e zemrës me dëshirat e atij që e do.
Kjo është njëra prej definicionit. Definicioni i 5, cila është që ti jesh në harmoni dhe në pajtim, mos me ardhë konflikt me dëshirat e atij që e do. Andaj vëzë shiko, kur njeri e do dikan, i do dhe dëshirat. Andaj ti e gjenë për shembull njeri si përgjigjet kërkesave të fëmijës vet, si përgjigjet kërkesave për shembull të dikujt që e do, të dostit vetë që e respekton, edhe e do. Gjithkush që e do dikan, edhe dëshirat ja do. A është njësoj si ty me thonë e vladi jot që ti e do, ma blej këtë gjë, edhe me thonë për shembull një fëmijë rrugës, po kam qef ma blej qëta. Ti a atë prek njësoj? Jo. E vladit ngrejme që atë dashnia që ndërte të gjoni, se ti a do edhe atë edhe dëshirën ja do. E kjo vëzër shembull ka plot. Apo njëri për shembull kur e do gruajën e vet, e merr ajo, pse me thonë një gruaje rrugës, edhe me thonë gruaja jote, ani saj? Jo. Apo për shembull, çdo sen kur njëri e doni diçka, edhe dëshirat ja do. Edhe dëshirat ja do. Andaj ka thënë e pesta për definicionin që kanë nxjerrë dietarët është se pajtimit apo pajtimet e zemrës duhet të jenë në harmoni me atë që e do Zoti xhelle xhelalu. Gjithashtu do të Ibn Qayyim el-Juzeyyi, kjo është për qëllim prej fryteve dhe dispozitave dhe nuk është për qëllim se kjo është vetë definicioni. E gjashta ka thënë khawfu tarki al-hurma ma iqamati al-khidma. Ka thënë e gjashta për definicioneve është kur njeriu vazhdimisht friksohet nga humbja e shinjtrisë dhe lidhjes, ndërkohë që vazhdimisht i bën hizmet. Kur kjo shenjë, thotë Ibn Qayyim el-Juzeyyi, gjithashtu kjo shenjë që dikush atu dasht, e jo që është definicioni. Për shembull, kur njeri e do dikan, gjithmonë te ai i cili o dashuru, e gjenti vazhdimisht i bën hizmet atij apo asaj që e do, vazhdimisht frigohet mos po ajo nuk pedo, apo ai nuk pedo. Kjo ku ta shifsh këtë shenjë ndikon që kjo atë dasht. Për shembull, zot, e marrim Zotin xhelle xhelalu, ti vazhdimisht i bën hizmet atij, vazhdimisht falesh, vazhdimisht jep zeqat. Mirë, po çka ekziston një frikë? Çka nëse të pranon? Çka nëse s'do? Çka nëse ai nuk do? Andaj ka thënë Ibn Qayyim el-Juzeyyi, muhabeti është që ai më na dash neve. Se na e dojnë ata. Këtë e dojnë Zotin xhelle xhelalu. Po çështja me mri ai më na dash neve. Na këtë ibadet të bëjmë ai më na dash neve. Por ndryshe, vërtetimi i jot që ti e do ata nuk o diçka e madhe se njerëzit e dojnë Zotin e vet xhelle xhelalu. Po çështja ai më dash tyje. Andaj ti i ban hizmet vazhdimisht që ai më dash tyje, që ai me të pranue tyje. Ka thënë kjo është e gjashta. E shtata ka thënë istiqlalul kathiri min nafsik wa istiktharul qalili min habibik. Ka thënë kur ti e sheh pak atë çka e jep prej vetës tane dhe e sheh shumë atë çka ta jep i dashuriot, atë paktën që ta jep i dashuriot, ka thënë kjo është dashuria. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyi, këta ka thënë Ebi Yazid el-Bistami, ka thënë dhe kjo gjithashtu është për dispozitave dhe fryteve dhe shenjave, nga se ai i cili sinqerisht e do të dikan, mi a dhan krejt që ka në dorën e vetë dhe në kudretin e vetë, ati që ka e do, e shë pak. Dhe ai pak mi dhan, e shë shumë. Dhe kjo vëzër është çështja e dashurisë. Për këtë arsye vëzër i dashuri me të dashurën e vetë, këtë raport e kanë. E këtu e kështë përshëndim Allahu xhelle xhelalu. Besimtarë vëzër vazhdimisht duhet me e pa se atë që ka ja jep Zoti xhelalu pi hizmetit, prej adhurimit, ajo pako. Sa dush të jepi, ajo pako. A pak me dhënë Zoti ajo shumë. A shka thu që ai neve na jep shumë? Shka thu që neve na jep shumë? Andaj Ibn Qayyim do të vjen në fund se thot ai i cili e don Allahu nuk ka më problem me asnjë vepër të Zotit. A e sprovon, a e ngushton, a e furnizon, a nuk e furnizon, a jep shumë, a jep pak, a jep e vlad, a si jep e vlad, a e zbret status, a e ngri status, a jep privilegj, si jep privilegj. Thot ki, thot, me ndikat e Zotit që nuk mirët me këta. Më dha pak më rregullo, elhamdulillah. Jep shumë, elhamdulillah. Pra ky e ka statusin me Zotin e vet te bareke ve teala dhe nuk e këshir atë çka vjen prej Zotit vet te bareke ve teala. Ndërkohë që vazhdimisht e çorton vetveten, pse unë s'po muj për Allahin me vë diçka, e cila është e madhe nga se sado që jep i duket pak. Kjo shenja prej shenjave të dashurisë. E teta, thot istiktharul qalili min jinayatik wastiqlalul kathiri min ta'atik. Shenja e dashurisë është kur ti e zmadhon pak pi gjunahit tan dhe e zvoglon shumë prej adhurimit tan. Ç'kjo është shenja e dashurisë. Ndërkohë që të na fatkeqësisht ndodhe kundërta.
Fatkeqësi ndodhe kundër ta. Dire qati i fal, u lodhash, gjithë atë punë e kam bërë për Allah. Apo, a gjithë ato gjuna i ban, thot, habe se Allah i mi fal. Kjo është argument se dashnia jote është rrezik. Është rrezik. Cila është shenja e dashurisë? Definicioni 8. Është kur njëri gjunajin e vetës mallon shumë. Çish mujt Allahut mi bë gjuna? Çish mujt ai më tha, "Mo unë e shkela." Ai më tha, "Banë nëse bana." Ti e ban të madha çka se ke bë për Zotin tan te bareke ve teala. Apo e ban të madha haramin që e ke bë. Ndërkohë që adhurimet që i ban vogla. Po çka je tu bë për Zot realisht? Po 5 vakt namazve që i fala. Veç pak agjurim që bana. Të Ramazanit që llogarit veç farzina. Veç me pak sadaka që jepa. Edhe llogarit se çka bona unë. Ndërkohë që ti nuk e di se çka kanë bën njerëz të mirë përpara teje. Po këtë arsye ka thënë, kur ti e zmadhon gjunahin e pakt dhe e zvoglon adhurimin e shumt, atë shenjë është që ti je të dashur Allahun subhanahu wa taala. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyy, po gjithashtu kjo është pjesë e dashurisë, por nuk është e tërë dashuria. E nënta për definicioneve është mu'anaqatu at-ta'a wa mubayinatu al-mukhalafa. Ka thënë shenjë e dashurisë, cila definicioni 9. Dhe këta e ka thënë Sahel ibn Abdullah at-Tustari. Ka thënë përqafimi i adhurimit dhe ndarja prej kundërshtimit. Ç'ka janë dashnia? Kur ti e përqafon çat çka Allahu ta ka bë farz dhe ndahesh për asaj që ta ka bë haram, ti e do Allahu xhelel xhelal. Tjerat janë muhabete. Kretën e dojnë Zotin xhelel xhelalu, ama i jit në haram. Që ka mundësi për shembull njëri, për shembull, me paranuni njëri për shembull, asnjë fjalë që ngon, edhe këtë fjalë ja kundërshton. Edhe për shembull më thon dikush, ama ai disa shumë e do. Çfarë dash me vëllai? Si Allah pa i thon gabim e kije. Kur ti je në një dy thon vazhdimisht, gabim e ki, gabim edhe këtë gabim e ki. Edhe asnjë llaf stangoj. A mundet me paramenu dikush me ardh me përshkruaj çket njëri, me thon, po ama mos ta morë me një kisë do, shumë e do. Ja kështu janë disa njerëz filozofat e na që nuk falen, nuk japin zeqat, nuk agjërojnë, nuk bëjnë haxh, këtë haramot i bëjnë, edhe thot mos gabon me unë Allah lan disa e du, shumë e do, e dina. Shumë e do ti. Ti a di çka bën për Allah? Ti a di çka bën për Allah? S'le gjuna babo. Ku të ka thënë Allah i zban ti çatije, ama mos më përzidhet unë e du Allahin shumë. Çfarë dash më kjo Allah? Çfarë dash më? Ai i thot gryes më lojo kish plo, ajo shplohet. Ç'është e do ajo? Ai thot mos e pera kien ti e pi, ç'është e do? Ai thot fali 5 vakt, ti thon si fali. A mos më përzi. Allah mos të përzihet në veshje, mos të përzihet në shkminka, mos të përzihet në televizor, mos të përzihet në telefon, mos të përzihet në shtëpi, mos të përzihet në punë, mos të përzihet në kredit, në bank. Po mirë be, ku mund të përzija? Ai ka thot. Ai ka thot Zoti i Madh. A mos duhet neve hasha vë kella i madhështë Allahu. Po kështu njerëz janë pi kibrit. A duhet me më fala ban pak mu të përzije? O që ka mundësi ose njeri me më parë mendu se që ki njeri e do Zotin. Njeri cili e do Zotin ka shenjat e veta ose. Njëna prej shenjave cila është kur ti e përqafon adhurimin dhe ndahësh prej kundërshtimit. Ai çka e do dikan nuk e kundërshton. Ai çka e do, andaj ka ardhur hadith. Hubbuka shay yu'mi. Dashnia jote ndaj diçkaje vërbon. Ti nuk she. A ki po njeri kur e do dikan? Nuk ja shat metat. Po para meno për dashnin ndaj atij cili s'ka meta. Ti kur e do dikan s'ja shat metat. Ai ka plot meta, ti thua ti ki vilane kit të veçela. Ja, do të më mirë në botë. Pse? Çashtu dashnia, po. Ti thu kjo nuk shiret dihar, nuk shiret dihar se tutësh natën, thotë unë smuj paket. Ai smut me jetu se dashnia e ka vërbu. Mirë, nuk do më thonë që ajo, mirë, po para më në vezër, do të vinë pastaj Ibn Qayyim thotë, nëse njëri vërbohet nga dashnia tek ai i cili apo tek ajo e cila ka të meta, çfarë dashnia është ajo ku ti e don atë pa të meta? Para më në dashnia jote, dashnia jon, Allah i mbush zemrat tona me dashni për Zotin e Madh xhelel xhelalu. Zoti s'ka të meta, vëllezër. Subhana, i madh është, larg të metave. Për dashnia ndaj Zotit xhelel xhelalu duhet me kanë ajo më shumë që të dhëzë tëna dhe shtimë veprua. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, e 10-ta nga definicionet është dukhulu sifat al-mahbub ala al-badali min sifat al-muhib. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, e 10-ta ka ndonjë dietar, hyrja e cilësive të dashurit bedel për cilësit e të dashuruarit. Si i bje kjo? Thot, kjo është e Gjunejdit. Këtë fjale ka thënë aj, thot mirë po ka pak paqartësi, ka mjegullim. E ne thot do ta sqarojmë. Thot, e ka për qëllim
se i dashuruari pushtohet nga dhikri dhe përmendja e të dashurit dhe cilësisë së tij dhe cilësive të tij dhe emrave të tij, derisa ai më shumë i mendon ato se ato të vetat. Thot, ndjenjat e tij, shqisat e tij në shumicat e rasteve punojnë me bedel. Çish o bedel? Thot, bedelen min shu'urihi wa ihsasihi bi sifati nafsihi. Thot, ki atë shumë i mendon cilësitë e Zotit, atë shumë i mendon emrat e Zotit, atë shumë është të mendu për Zotin e Madh te bareke ve teala, saqë gati edhe shqisat e veta i humb, harron vetën e vet. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, thot kjo ka mundësi edhe me pas një kuptim tjetër, edhe më të lartë se kjo, wa huwa tabaddul as-sifat al-muhibb adh-dhamima التي لا توافق صفات المحبوب بالصفات الجميلة المحبوب التي توافق صفاته. Thot ka mundësi i dashuruari as shumë është fiksu dhe është dhanë pas dashnisë të atij që e do, në këtë rast Allahu xhël xhelalu, saqë duke menduar në cilësitë e Zotit të mëdha dhe të larta dhe të pastërta, thot vazhdimisht i këshir ato dhe mundohet cilësitë e veta me i pastrua dhe me i largu ato të meta që i ka, nga fiksimi që e ka në lartësinë e Zotit te bareke ve teala. Dhe kjo vëzë ndodhe njëri me njëri. Atë shumë fiksohet dikush mas dashni dikujna, saqë thot, më kanë jam si ky. Më kanë jam si ky. Edhe mundohet me ja imitu cilësit. Po këtë arsye vëzë pikë këtij kandi është urdhëruar njeriu që të rrijë me njerëz të mirë. Se njeriu imiton. Po që sa mirë ki, që sa mirë ki. E me bë me pas shokin e keq, ti të thon që sa mirë ki ai ha keq. Sikur që ndodh plot prej njerëzve. Thotë Ibn Qayyim el-Jauziye, e 11 30 definicione ka sjell. Thotë Ibn Qayyim el-Jauziye, e 11 është an tahaba kullak liman ahbabt fala yabqa laka minka shay. Thotë ta ka thon Abu Abdullah al-Qurashi. Thotë ka thon dashuria është ati që e do me ia dhon vetën tonë ket e për ti mos më të met kur gjao. Që kjo dashuria. Thotë Ibn Qayyim el-Jauziye, dhe gjithashtu kjo është prej fryteve dhe dispozitave të dashurisë. Kjo e ka për qëllim që dëshirat tua, vullnetet e tua, vendosmëritë e tua, veprat e tua dhe vetë ti dhe pasuria jote dhe vakti jot mu kanë krejt për të dashurin tanë. Apo, andaj ti është çdo të dashurum ka vakt për atë çka e do. Për atë çka se do s'ka vakt. Apo, andaj ti është për shembull kur është i fejum e lidh me një tel këtu, në baterinë atje, edhe nuk e nal. Ama me bëu me thirr dikush ka se do e shih. Sikur që është e një orë fraza se ta nditën rrinjes me telefon dorë, kur ta thirrësh nuk e çel. Ajo që nuk e çel, ai s'do me çel. Ne ka dallim. Se kur ta thirrësh ka do me çel, e çel. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jauziye, Abu Abdullah al-Qurashi çfarë ka thënë? Ka thënë çka dashnia, çka kimi ia dhon të dashurit tan. Për këtë arsye thot Allahu te bareke në Kur'an, inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul janna. Allahu i ka ble shpirtat e besimtarëve me ia dhënë xhenetin komplet. Jepi Allahu xhelalu ala komplet çka ke ti, jepi Zotit tan te bareke ve teala. Pastaj ai ta kthen të shumëfishuar dhe të paguar më shumë, sepse nuk ki mundësi ti mu kon më i gjymer se Zoti jot te bareke ve teala. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, e 12 nga definicionet e dashurisë janë an tamhu min al-qalb ma siwa al-mahbub. Definicioni 12 është që ta fshish nga zemra gjithçka jashtë të dashurit. Mos të ketë në zemrën tënde jashtë Allahut kur gjë. Çka dashnia? Çka dashnia për Allahun subhanahu wa taala ka thënë e-shibli. Thot e 13 nga definicionet është iqamatul itab ala ad-dawam. Thot e ka për qëllim çortimin në definicionin 13 e vazhdueshëm të vetvetes se nuk je si duhet me atë çka e do. Por shembull ti vazhdimisht tu Zoti meriton më shumë. Allah është më i madh. Çka janë 2 rekatet e sabahit? Çka janë 4 rekatet e drekës? A me çfarë unë kam i dalë Zotit hakush? Sa më ka dhënë ai mua? Sa gjërat më ka dhënë ai mua? E unë çka më do për ta? Ta ka fal trupin, ta ka fal shpirtin, ta ka fal jetën. Të ka dhënë veç trupin tan gjithë ato mrekullia e kije. Po sa pasurinë ta ka dhënë? Evladin ka dhënë, qetësi, iman, musliman ka bë. Këto begative që janë pa numër ta. Nëse e marrim si cilën e detalizojmë njëra nga një,
Allah thot: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse vesh një begati të Zotit e mirëni me e numëru dhe me e shërtua, ju s'mund nxjerrni në përfundime sa është e madhe kjo. Andaj ka thënë, të vazhdosh qortues për veten tënde dhe mos të kënaqesh me kurrë prej veprave tua në raport me dashninë që e ke për Allahun subhanahu wa taala dhe në raport me Zotin e Madh te bareke ve taala. E 14 prej definicioneve të dashurisë është en taghara ala al-mahbub an yuhibbahu mithluk. Pinerex ti definicioni është shumë i holl dhe i këndshëm. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy. Definicioni i 14 është që të kish xhelozi për të dashurin tan, si ka mundësi çiftijot me dashtat. E kjo shiko, thot Ibn Qayyim el-Juzeyy. Këtë ka thonë Shibli. Shiko vëzë dietar sa të holl kanë qenë dashni, kanë jetuar me dashnin për Zotin e Madh te bareke ve taala. A keni pa se sot njerëzit çuditën? Me gjithë shka normale me jetu, veç kur të vene të Zoti thot, habe këto veç Allah i pejgamberit kishin ditë diçka tjetër. Po ju tjerë çka keni diçka tjetër. Apo si nuk u bezdesën i ditë njerëzit pi bukës, ti gjithë orës unë vjen pi 1 kilometër së vjen, se pi anë gjatës, edhe këne gjatës ke çka janë du fala, jo vetë hangë bukë janë. Tu hangë bukë. Bema një kësi mishi, bema një asi mishi, bema një kësi bukë që ti asi që ti kësi. Nuk gërditën gjdo natë për natë, për në tërë 3 natës, tu hangër bukë. Apo, nuk gërditën për televizionit, nuk gërditën për kur gjo i që ti kësaj do njojë, nuk bezdisën për veturave. Mirë po dhe zë shiko këto njerëz të cilat kanë jetu për Allah, vazhdimi që ka menu, që shi bje me dasht Allah. Deri sa shiko që ka thonë njëri për tyre, ka thonë dashni i bje që ti të kish xhelozi për të dashurin tanë, qish mund në qiftijot me dasht ata. Ibn Qayyim el-Juzeyy thot, ne do ta sqarojmë këta më detaj, thot mirë po këtu shkurtimisht. E ka për qëllim se ti duhesh me nënçmu veten tënde dhe me zvogluë për shkak gjunaheve dhe mangësive që i ki. Si mund të çifti jam ka që i mangët me dash Rabbul Alaminin. Apo, por sa është i madh Zoti kush atë dash. Apo, nëse për shembull një ditë për ditë ka qenë Ibrahim an-Nakhai në mezhlis, edhe ka një njeri, edhe ka lavdruar. Ka thonë ti e hoxha i madhe asiksi, apo sikur që ndodhin njerëzit kur i bojnë flat vetvetes. Edhe ka shkuar. Edhe u ka mërzit hoxha Ibrahim an-Nakhai, për dietarët të mëdhtë të parëve të muslimanëve. Edhe ato nxënësat e vet i kanë thonë, "O hoxh, po ki llafe të mira be tha?" Po pse u shqetësove, pse u nervozove? Po tha çifti këtij kur më lavdron, tha, "Çish muni unë?" Po ajde po kështu të më lavdrua. Nuk banë vëzën më lavdrua si të veçelit. Ti dush me kaj. Kur ka mrit që ki me më thonë mu, mashallah ti ruju. E dush me këshirë cëllja të thonë Allah. A gëzona i do një autoritet? A ka do një loj? Me qka të më lavdruaj? Apo, jo dashnis si cëllit dush me u gëzuti, jo lavdratës si cëllit dush me u gëzuti. Andaj Ibrahim në Khaju që ka tha, vallaj u mërzita. Ka mëri ki mund me lavdru mua? U qifti këti kur me lavdru? O vëzë, kur të lavdruaj hajduti ti ruju. Kur të lavdruaj kriminalit ti ruju më zugza. Kur të lavdruaj i keqit ti ruju. Jo me thonë, valla më lavdruaj ki po mdo. Po ki po do, po ki mi apo sherrin. Se kur të lavdruaj i keqit, ti dush më mërzit në vend se më gëzue. Sa atë ka lavdru dhe një alime djetara, ka lavdru dhe një devotshëm që si ik namazi për gjamia, jo kush ka rgalu një rrugës. O dush me kaj ta natën, o Allah, pse më kish provu mu që ki njerë me më lavdru mua. Qiko sa të hodhe në kondjetarët e muslimanëve. Andaj ka thanë, ti duesh me e zvoglu vetën tane, kush jam une me dasht Allahu gjelluara. Sa i vogl jam une, kush jam Allahu subhanahu wa ta'ala vezër. Andaj Ibn Qayyim el-Juzeyy në Miftah Dar as-Saada, në një libër tjetër, çfarë thot? Thot, nëse ti kishe menuar për veten tane, se çish ki nis pini farës, pini ujit, farë e vogël, të cilën e kanë hedh, çfarë? Me të nënçmuar, me të përçmim. Dhe piqa sa i farët ka kriju Zoti i Madh te bareke ve teala dhe të ka bojë insan. Dhe ti pastaj e rrit dhe ki fillu me dashuru, edhe pastaj ke dashur Allahun xhelel xhelalu dhe Allahu të ka privilegjuar me nejt namaz me ta. Thot ti nëse e menon ket dhe ket, thot kishte nuk ki me mujt gjumë më shprej, o Zot çfarë vlerëm ki dhon. Uj be je kon, uj, kur gjon se kon. Të ka nderu Zoti i Madh te bareke ve teala dhe kit nderi është i Allahu subhanahu wa taala dhe kit merita është Allahu xhelal. Në çfarë merite kanë Allahu? Çfarë merite kur na ujë na kon uj? Uj nga i cili ti krijohesh, mirët gusull për ati ujit. Uj nga cili njeri u ka kriju, gusull mirët për ati ujit. Pra njeri kur bën procedurën për me lind fëmi,
bëhën gjunub. Piqa ti ujt ka kriju Zoti dhe ta ka mundsu, hajde falu. Hajde ma jep zeqat. Hajde agjëro. Andaj thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, kjo është e 14 prej definicioneve. E 15 thot është iradatun ghurisat aghsanuha fil qalbi fa athmarat al-muwafaqata wat-ta'a. E 15 është një dëshirë e cila është mbjell në zemër degët e saja dhe kanë dhënë si fryt pajtimin dhe adhurimin. Çka dashnia? Është një dëshirë e cila është mbjell në zemër. Dhe fletët i kanë nxjerr, i ka shtrije, dhe kur e kanë nxjerr frytin çka kanë nxjerr? Pajtimin me Allahun dhe bindjen. Çka dashnia për Allahun te bareke ve teala. E 16 ka thënë en sal mahbu al muhibbu hadhahu min mahbubi wa yansa hawaijahu ilay. Thot e 16 është që i dashuruari ta haron hisën e vet nga i dashuri vet dhe ti haron kërkesat e veta tek ai. Për njeriu çast shumë duhet me dash Zotin e vet te bareke ve teala, saqë me haru vetën. Mos e kshir veç vetën tonë. O kshirët për shembull, zakonisht ne vëllezër, zakonisht për raportit ton me Zotin, ka cila on kshirna u luta, Allah s'mu përgjigj. Ja lipa që ta s'ma dha. Allah parët s'mi ka dhënë sa duhet. Allah rizkën s'ma ka qu sa duhet. Kjo pjesat që ti te lipi atina. Ama i dashurur mi vëteta, që ka thot? Së në qovan sabah bash me mrije të këbirin e parë. Edhe drejka miki pijamie, edhe zeqatin së në dhash si duhet, as Ramazanin së në gjërova bash që duhet, Koranin së në zohet si duhet. I dashurur mi vëzër këshirë pjesën e vete e ka bohe, jo pjesën e atina. Na zakonisht du të me mdhonë Allah, du të me vaba dhe që ta, që e tu prit Allah, e ti qabone për Zotin tanë të bare kjo e tjara. Andaj kër e kanë byti me Mahmedin, i kanë thonë, o imam, pse Zoti ka njerës përna përgjigjet doa? Ka thonë, pse, a i ban ti pun që ka i do Allaja? A i ban ti pun që ka i do Allaja? Ka thonë, bani ti do pun që ka i do Allaja, mëse nejtë përgjigjet. A njeri për qemë, shiko, edhe me njeri, ti që shka mundësi për ti kujna me morë një loj plotësimit nevojës, kur ti nuk e ban madha ta, kur ti nuk farë raporti me ta. Shka mundësi dhe me morë dashni, a shka mundësi me morë asisa. Thot, Ibn Qayyim al-Juzeyy e 17 cila mujanabetu suluwi ala kulli halin. Thot, largimi nga ngushëllimi në çdo gjendje. Për shembull, gjendja të dashuruarit vëllazër është gjendje shqetësimi vazhdueshëm. Asnjëherë nuk mundet me thani dashurumi te Allahu subhanahu wa taala me thon miro puna. Se i dashurumi së rahat. A mundesh për shembull vëllazër, e keni pa për shembull nana ma shumë edhe baba po nana ma shumë. Kur për shembull e vladin e ka dikun larg, ku se di ku e ka. Apo e ka dikun e di ku e ka, po se di çysho. Ajo këtu mendi ka, a mirë, a ka hangër, a ka pi, vazhdimisht. Ti sa dush mi thonë, o mira, nuk rahatot, a pet vet, nesit vet, vazhdimisht në gjendje shqetësume. Shembull e Allahut është më i larti. S'ka mundësi robi o vëllezër, sa do që adhurime që ban, me thonë, e mira të shpura, e në regullem. Jo, së në regull. Ti ende duesh mi dhanë Allahu gjilua, ende ki me ba pun për Allahu subhanahu wa taala. Andaj duhet të shmangët njeriu nga ngushëllimi, pra mos e ngushëllove vetë me thonë mira puna, i kom kriju punë të mia. Jo. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, e 18 është tauhidul mahbubi bi khalisil irada wa sidqit talab. Ka thënë që ta njësosh, ta trajtosh një të dashurin tanë, që është Allahu xhelalu ala, me dëshirën më të qiltër dhe të pastër të mundshme dhe me kërkimin më të besnik. Çka i bie kjo vëllazër? Që i dashur jo të më kon një, veç Allahu xhelalu. Pastaj dëshirat e tua t'ja jep për shkit Zotit xhelalu. Çka i bie dëshirat me Allahun Allahu? Mi thon Allah, çka do ti edhe unë? Çka do ti përmuç ata e duhet unë? Dhe vazhdimisht ta lipësh. Ta lipësh Allahun xhelalu ala. Allahu Samad. Allahu është ai i cili kejtë lipin. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu hidhrohet me një njeri i cili si lip Allahit. Sikur që është e kundërta te njerëzit. Ka thënë Ibn Qayyim al-Juzeyy, njerëzit hidhnohen kur i lip. A ki pa dikujt thotë, ja, mos më bezdis. Mos mi çon nervat. Tamam, e mora vesh kërkesën tonë në lebra. Te Allahu shembull Allah është më i larti. Zoti hidhnohet mos mi lip. Se njeri s'ka vëzë. Njeri s'ka, njeri fukara. Po edhe mi pas miliona taj tutët. Te ki pas sa njeri për shembull, wallahi gjitha të pare i ka, ai edhe vladi vetë si nga mungime atë pare. Po ama thot,
Mu hargjue. E që këtë fjallë mu hargju, s'ka e gjine që ja hekbit për të zemre. A mu hargju? Haj mu hargju. E po shtash mu hargju, Allah litarin lidhu shame dhanë, Allah. Mu hargjue, po nuk hargjohen. Se Zoti Gjelle ka bo tokën plot bëllëk. Mirë po, njëri tutët. Ja ebni 100 euro, ha, një veti për me, një dhash. Ja dhash, ja pa të dhonë, ja dhash, ja pa të dhonë. Sikur që transmeton njëri për djetarët të muslimanëve, se ka shkute një djetar edhe ka dash me enderue. I po qëtu zakonisht kur dojnë me enderue. Mirë po ndërë vëzë ka tabiatin e vetë edhe edebin e vetë. Ka dhe në hoqë, e ku më zjedhë një bostan, ja, me ta apru hedije. Ka dhe në regu, Allah është problem, ja ka apru bostanin. Mirë po, qiko vëzë kur njëri e zmadhon te për hedijen e vetë. Edhe gjdo ditë që ka e kazatet hoqën në rrugë, ka thonë, oho, që shka e bostani, i mirë vëllake. Allah është problem, faleminderit. Nesit prap, hoxha bostani qyshke, deri thot, mas 2 jave e ka vetë. Bostani hoxha qyshke, i ka thonë, apo shuna pe vellë ketë. Apo penzeri vëllë mose, unë smujt ashtë ta njetër, a e diti atëherë. Po vë tja e di atëherë, po në deri kur të, a e ti e ma men. Në regullë dhe ke dhanë një hedije. Por qka e ke ba, thotë Allah hoxha, qaulun ma'rufun, wa sadaqatun, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyun halim. Me ja fal dikujt në gabimin, me ja thon një fjalë të mirë, qaulun ma'ruf, fjalë mira, Zotit dhash, Zotit ndihmoft, Zotit dhash selamet, ma mira çështu se Allah thot, ma mira çështu se më ia dhon do pare e mos munal t'ja përmend. Po ama e di 97-ën kur si pa të pas 20 euro, unë t'i dhash. O vëllë, marë ka pas atër, jo euro. Nëse të ti pa të dhanune, do më dhonë aje pret 37-ën, 47-ën, 2057-ën, a e ma men, po, sot elhamdulillah, a ma kis pa të pas atër, i pa të dhanune. E kjo vëzër, Allah thot, ma mirë, kjo kështë thonë vëllë një fjallë të mirë, e ta lirosh njerin. Por këtë asyjo vëzër, besimtari, duhet vazhdimish me lipe Allahit, jo me lipi njerëzve, se njerëzit ranojnë, njerëzit mundohen me të bërë robë. Andaj, Omer Khattabi dhe zër, e ka urryje çdo sen me çka e ka ndodh me lipi dikujna. Një ditë për ditëve, o kondeve, e ka pas një shkop që e ka marrë një baston vazhdimisht. Edhe i ka ra, tu lëviz i ka ra. A mund pra kon krijetar një muslimanëve. Ato ketë ushtarë që ka pas, o krijetar se na e nderna me ta prue. Ka dhënë jo mos gaboje më lëviz kërkush. Ka zrip i deve, se pideve siklet me zrip, siklet me hipe, siklet me zrip. Apo, ka dhënë mos gaboje kërkush, unë e vit. Ja, thot që i khulisa më timi rahimullah, pse ka bo këta? Ka thonë s'ka pas qef të dikush me thonë ta nga ta shkopin. Jo vetë e mora. Kështu dhe se janë konë, e kanë pas zemën e pastër nga rubria me njërës. E kanë pas zemën e lith vetëm me Allahun të bareke vëtjala. Kjo vezër e 18 nga definicionet, na kanë bet edhe 12 të tjera për definicionet, ko na kanë barua. E lusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu zemrat tona të mbush me dashni për Allahun xhelle xhelalu. E lusim Zotin e madh xhelle xhelalu që Zoti jon te bareke ve taala na mundson që ta dojmë Zotin, ta dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ta dojmë librin e Zotit, ta dojmë hadithin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, ta dojmë Kur'anin, ta dojmë xhamian, ta dojmë gjithçka që e do Zoti dhe ta urrejmë gjithçka që nuk e don Allahu subhanahu wa taala. Lusim Allahun xhelle xhelalu që Zoti jon te bareke ve taala na mundson që vazhdimisht ta lexojmë librin e Zotit, ta lexojmë sunetin e pejgamberit alaihi salatu wasalam, të udhëzohemi me këtë shpallje dhe këtë dritë të Allahut subhanahu wa taala. Ku ja kemi qollu ka qenë prej Allahut na shpërblen, e kudo që kemi gabuar ka qenë prej meje edhe pi shejtanit. E lutem Allahun që Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.